Në teatrin Migjeni në Shkodër u vu në sken premiera offline për një ditë, një shfaqje artistike me autor Gjovalin Kolaj dhe me regji të Dran Dexhaj. Vepra trajton një temë bashkëkohore, raportin e fëmijëve me teknologjinë dhe nevojën për të gjetur ekuilibër mes botës digjitale dhe asaj reale. Në sken interpretuan fëmijët të qendrës kulturore për fëmijë Kujtim Alia, të cilët ndërthurën aktrimin me muzikën dhe kërcimin duke i dhënë shfaqjes ritëm dhe gjallëri. Me gjithë punën e madhe që kam bërë me ta, me mundin, djersën, sakrificat, vështirësitë sigurisht, ja arritëm që sot të japim këtë premierë ku interesimi i shkollave është i jashtëzakonshëm. Besoj që fëmijët nëpërmjet shfaqjes do të shijojnë shfaqjen, por edhe do të marrin atë pjesën edukative të shfaqjes. Kjo shfaqje premton shumë, ne mezi presim dalim skenë dhe të kthehemi së bashku me ju. Janë në teatr për më pa offline për një ditë. Premiera offline për një ditë u ndoq me interes nga nxënës të shkollave nëntëvjeçare të Shkodrës, përmes muzikës, lëvizjes skenike dhe interpretimit artistik. Shfaqja përcolli mesazhe edukuese mbi përdorimin e teknologjisë dhe rëndësinë e komunikimit në jetën reale. Shfaqja do të vijojë të jepet për 3 ditë radhazi në teatrin Migjeni.